Na kemi edhe një foto të Kuksit atje në vitin 1999 dhe po më kujtohen edhe mu shatorat, unë kom qenë tendat, dhe më thonë kom qenë në pjesën... Jo, kom qenë në pjesën e Macedonisë atje, mirë po ky moment më këthen 26 vjetë. Kështu që për ty, kjo foto... është periuda kër unë e kom lanë Shqipërinë dhe Tiranën, e kom lanë Tiranën edhe UNICEF-i më ka thirë me shku me asistu direkt fëmit në Kuks. Edhe realisht një 3 ditë më thonë që jem konë komplet në depresion. Kur balafashohet me ato gjitha ato klithma, me ato traumën kolektive, edhe ku nuk din as pikajt me fillu, është bëgje e fështira. Edhe aty e kupton që dimenzioni mjekut është jashtë atyre sone. Se për te një mjeke, aty o dashë në morë me logistik, me shërbime sociale, me referim, me trajtim direkt, me siguru shqen, mja pasru flok fëmive, çdo nevoj që ka dalë në përkampe. Kur kam shku, kemi shku me helikopter në kanë qenë atë kohë, si ma shpejt që ashtu u dashke, kam qenë vete treta, me sa më kujtohet, kanë qenë dy shoqet mija të Tiranës, cilat ishin trajnu për një ekipi edhe unë isha trajnu, edhe kemi shku, fillimisht në kam vendosë të gjamija. Në gjami është një kamp që i merte kryesisht gratë pa burra edhe fëmi. Dhe më thënë gratë që burra ta ose i kishin luft, ose i kanë marrë gjatë rrugës. Edhe kam fillu aty me punu, po një 3 ditë kam qenë kështu... E shokuar për situatën edhe krejt. Edhe ju që keni përjetu ngjarjen realisht e kuptoni, dhe më thonë gjitha ato klithma, gjitha ato të mera mi ndëgju, nuk ka qenë fare e letë. Pastaj ardhë shefi e UNICEF-it edhe më ka thonë një intervistë që ti na e kemi një zgjedhje për ty. Ose fillo mu aktivizu edhe me punu se kem shumë nevoj për ty se i e kosovare, e një gjuhën, e një mentalitetin, e një kontekstin, ose do të kthejmë Tiranë se na nuk kem staf më marrë me ty dikush, se përshohëm që nuk po jenë gjendje. Ka ndru, po... Komplet, do me thonë ishtë një situatë shokante që këta të rëthona më bojnë me reflektu ndryshe.